Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të ardhur pranë jush me lajmet më të fundit që kanë të bëjnë nga Gjesti dhe nga Gimbo. Në Instagramin e tij ka reaguar Gjesti për herë të parë pas daljes nga burgu. Ai ka nxjerrë një fotografi ku sipër saj ka shkruar: "Shnosh e mirë, afër familjes tem. Ju dua, faleminderit 100 herë për përkrahjen e për mesazhet të mira." Gjithashtu, pas kësaj ka lënë dhe një sqarim: "Periudha e fundit nuk u kon më e lehta për mua dhe pendjejt nevojshme me adresu çka ka ndodhur. Fillimisht po du me pranu që kom bo një gabim, thot, dhe kërkoj falje për shqetësimin që e kom shkaktu te stafi. Më vjen shumë keq edhe jom shumë pishmon. Unë nuk jom njeri i tillë, edhe veç një torturë e madhe që nuk u nal kur ka mujt me mpru në atë gjendje." Do me thënë, Gjesti thot që është një torturë e vazhdueshme që Gjestin e ka sill deri në këtë gjendje. "Faleminderit prej zemrës për krejt mesazhet dhe mbështetjen që më keni jep forcë në moment vështira. Një falënderim i veçantë shkon për advokatët e mi, Burimi Azemin dhe Artan Çerkinin, për profesionalizmin dhe për krahjen e vazhdueshme. Në bashkëpunim me Labël dhe menaxhmentin edhe advokatët tonë në Britani, kemi nis procedura ndaj kompanisë Onima për krejt shtrajtime të ndër vite, borxhet tu e përfshi edhe borxhin aktual." Do me thënë, Gjesti demanton fjalët e Erkan Çabanit, i cili thonte që unë deri në këtë pikë të situatës, unë ja kam paguar të gjitha lekët Gjestit, të cilat i ka patur nga ana ime. Por Gjesti thot që edhe tani, do me thënë, kompania Onima i ka borx Gjestit. "Mundësit e humbuna, thot, edhe damet e shkaktume, sepse Gjesti nuk ka publikuar këngë, këtë të gjithë e dim, që në momentin kur u ka problemi me kompaninë Onima. Ka shumë sene që hala nuk i dini, po që keni me i kuptu shumë shpejt, thot. Muzikën s'munet me manal askush, sidomos jo njerëzit edhe kompanit që e kanë për qëllim me i shkatru artistat dhe me njollos industrinë e muzikës. Gjatë kësaj kohe që jemi në gjyq, koft nevoja edhe veç në TikTok e Instagram kom me i pustu këngët e mia, e pa muzikë s'kom me ju lanë." Do me thënë, Gjesti nuk e toleron veten që ti poston këngët në YouTube derisa do ta mbyllën komplet këtë historinë me Onimën. "Ju du shumë, drejtësia ka me fitu gjithmonë, i juaj Gjesti." Pas kësaj ngjarje, më njëherë, do me thënë, ka nxjerr fotografi në Instagramin e tij, do me thënë ka filluar reagimin edhe Gimbo. Gimbo fillimisht njëherë ka dalë me një falënderim për të gjithë ndjekësit e tij. Ai thot kështu: "Faleminderit prej zemrës krejtve që më keni mbështet gjatë qëndrimit tem në Big Brother. Dashnia, votat edhe përkrahja juaj më ka dhënë forcën me vazhdu edhe në momentet më të vështira. Pa ju s'kishte kuptim ky rrugtim, po më vinë mesazhe prej jush dhe sinqerisht s'po muj me ju kthy krejtve, po dijeni që i lexoj dhe i vlerësoj pa mas. Respekte pafund për secilin prej jush, me shumë dashuri, Gimbo." Postimi ka marrë mbi 38.000 lajka dhe më pas ka vazhduar që Gimbo do t'jetë pjesë e SKP Club. Tashi, a do vazhdon Gimbo me Selinën? Do me thënë, si do vazhdon marrëdhënia e tyre? Deri në këtë pikë të marrëdhënies, me patjetër që po, do me thënë ato që të dy vazhdojnë t'i bëjnë lajka njëri tjetrit. Normalisht Gimbo tani i bën vetë lajka Instagramit të Selinës, por edhe menaxhmenti Instagramit të Selinës bën lajka te Gimbo. Gimbo ka postuar një video që thot po më mungon energjia e Selinës. Njëkohësisht edhe Selinës po i mungon energjia e Gimbos. Kështu që, do me thënë, kjo treshe fantastike do t'jenë shumë afër nesh. Gimbon do ta kemi në SKP, Gjesti do të rikthehet me muzikë shumë të fortë dhe Selina me patjetër që do t'jetë nusja e Gimbos dhe do të shijoj dashurinë të Gimbos në Kosovën tonë të dashur. A do t'jetë Gimbo një suportues? Vetëm sa po ka filluar ta suporton Selinën, dhe unë e kam thënë që suporti që do t'i jepet Selinës nga jashtë do t'jetë një mbështetje shumë e fortë për ta.